parë presidentin Amerikan? Në fjalim për zgjedhur mirë, me 3 elementet cilat i bën shumë përshtypje Trumpit, përgjërimi për Zotin, përmendja armiku të është armiku i përbashkët, James Smith e përmende, edhe vendet demokratike që i kanë javë paret, buxhetin paret sa paret të shpenzu, 3 pikat dopta që Trumpit mund ja marrë vëmendjen. Sa e ka marrë vëmendjen? Me sa e pashën e bisedin kur aje ka full Rama, nuk kështë që kështë në fa interesimi, për shkak që Trump është pak një farë egocentrike, ma shumë mërke me qështë e komplimentajshin të tjeret, kur falë këtë dikush tjetër. Po, ta një Vjosa Osmani, kur mbram tane Rubikan, që se bashku me Ramën, kanë folë me Trumpin edhe për dialogun edhe për Hagën, për mu ke një senjal që aje ka kuptu edhe aje muhabet nuk ka qenë vetëm një fjallim mbram, po, me sa e pandje, po. Ta është ideja e zonës Vjosa Osmani me lam pak si të mistershme, ose kër u pëtë mbram se të shka u konë muhabetin, që me të mekë si një sekret, po, kuptejo, ne? Besoj me të drejtë. Po, e pat një farë, më në bashkë në pata me një farë, unë e që t'judin që i përqen tash me pas një farë sekreti me Trumpin e takimi. Se kajnë regullë, shumë mirë ka shkëllqy. Janë shumë sekrete që ju pa tjetër duhet të diskutojnë me... Unë e kërë kom pamjen pas përfundimit të takimit të Trumpit, Ramës dhe Vjosa Osmanit, këtë jetë serios mënyra e diskutimit të dëve ndaj qasjes të Trumpit. Dhe po besoj që aty janë ndonë mesazhe shumë të rëndësishme se sa vetë fjalimi i Trumpit. Kjo mbrami shbo virale në Beograd, në Serbina për media, kjo e therëm e Vjosa Osmanit, për shkak që dhe Vučić që i kështë pas para 4-5 viteve, një që si foret njajtë, dhe me thonë që ka thonë që e kam Trumpin kur do me thirë në telefon. E ta është, ja kanë lidhë pramë, se pramë Trumpi tha Vjosës që Therëm kur kishë probleme në Serbinë. Po kjo i tha që ka me ti në telefon, se nuk e di cila ke, po vishtë më të rega. Për një shtetë si Kosova, sigur se jena na që është shumë zëmena me uvrejt, ose me pas një farënësie geopolitike që ta është, me qenë pjesën që se levizje, sa dhe që kjo mundet me qenë levizje që mundet me kanë vetëm në Gaza, është shumë rëndësi, po. Shumë. Problemi është që gjuhët është që këtë që ka më përkëthy në gjuhë politike të na. A ka me u marrë këtë sukses i jo në shtetit për më që për para shtetit, apo ka më përdor që na në të alë me bëne për kalkulimi politik e zxedhor e që apo di jone që i kena po kalkulimit e fundit. Si do që tjetë? Veqisa ne e kam frikën, për ndryshe dhe në lajnë tjetër i mirë ke, që na kena diskutu këtu është kur t'i pro kësajna, marveshës. Po, me pram është pro, dhe më thënë, edhe një detaj tjetër me rëndësi. Edhe kurte e mbështet. Po, e mbështet, sepse në nuk e kena ditë, ta nuk e këshim pas të regu shumë, nuk e kanë dhonë shumë zjemë, për në 2025, në 10 orë, e jo Maqedonë si zbashku me Albin Kurtin, janë pajtu paka shumë në draftin e partë të kësaj force. E cila atëherë nuk ka qenë mendume si bërdi paqes, po si forcë ndërkombëtare. Kujtojmë që Vjosa Osmani, presidenti i vendit mbrëmë në Rubikon, tregoi që dhe FSK janë të gatshëm, pra janë një e sigurisë, janë në koordinim. Kishë hartuar të një projekte, për shumë i shpyt FSK-ja se çfarë asete ka ma të rëndësishëm, që ke interesante, që kishë dalë që ishtë në generalt, na i kemi si njën e për asetve, edhe na kena me dërgu shumë të udhëheqës, që më dojkë interesant, për shkak që na nuk kena shumë lajme për ushtrinë, për këtë dina shumë, më dojkë qaj interesant. Ju si gazetar që jeni për një kohë gjatë dhe përse një bukur gjatë edhe politikën, dhe sigurisht edhe politikën ndërkombëtare. Viteve të fundit nuk kemi pas shumë ndoshta lajme të mira të përfaqësimit diplomatik të Kosovës në vende të huaja, veçanërisht në vendet mike, si kurse Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jemi në një moment kthese, në një moment të mirë? Po, që si kur se të zhvarë prej neve, na nuk këshëm ka në këtë farë pozit e kërë, dhe më të nëse s'këshëm ujtë kërë me më rijas një farë dialogu, fati jo në është disa elemente. Jena njëni për projekteve politike dhe ushtarakët e Amerikës, që ka pas sukses e që Amerika ka nevoj të të mërshme për një histori suksesi ndërkombëtare. Jemi vendi musliman, i cili është njëni për përparsive për shkak që njëna për vatrave kryesore të na komuna me ndihmu është gjithashtu me popullsi muslimane.
edhe gjithashtu jemi një vend i vogël që nuk ka referencie që a merr pjesë ajo, po që i bën numër Trumpit, e që Trumpit tash nuk ka nevojë për sa ma shumë shtete që i nditen krah Amerikës. Ja siguron dhe meriton me këto lëvizje presidentja Osmani dhe një mandat si presidente Kosovës? Këta përshë që qysh dhe që bëhet Burdi i Paqes është i lidhur me emrin e Vjosa Osmanit. Çka do që ndodh me presidentin e ardhshëm ose jo me presidentin Osmani, kjo do të jetë pjesë e kësaj. Qysh do që duhet të jetë misionare e këtij bordi, qoftë në postin e presidentes, qoftë në ndonjë post tjetër politik, teknik, qysh do qoftë, sepse po besoj që edhe vetë presidenti Trump ka arritur një lloj simpatie ndaj zonjës Osmani, një lloj afërsie me të, edhe në raportin çastës gjinore, sepse me tash ishin vetëm 2 gra. Po El Salvadori edhe një tjetër. Por zonja Osmani ka ranë sy edhe me veshjen e saj, që çon sinjalet mjaftueshme në syrin e gjesteve